Banorët e fshatit Baksariol kanë hyrë në ditën 18 të protestës së tyre kundër ndërtimit të restorit turistik në zonë. Banorët kërkuan që Fatmir Shpellësi të dalë në media, siç kanë dalë ato. Me të gjitha dokumentat, ato kishin një apel për banorët e Velipojës që të bojkotojnë procesin mesior për fëmijët e tyre në shenjë proteste. Ka hyrë ndërhyrë Fatmir Shpellësi, njeriu që kërkon të falsifikojë çdo gjë, ndërkohë që toka është e jonë. Ne kërkojmë vetëm drejtësinë në shtetë. Sa është e jonë, nuk të realisht gjallë tokën. Pse Fatmir Shpellësi bashkë mbuden, se nuk dalin në media, në studio, televizive, si kanë dalë na vrojem, prekmolla me të gjitha dokumentat, dhe ja ka balavatur ton shtetit, që ku janë letat. Këta nuk dalin, këta rrinë si mi, edhe nuk dalin me dokumenta, me faca. Qa bojnë shto? Jo më shoku. Se të bojnë 18 ditë, si ashtë greva e rjovit. Dhe na e kena qeshtin të toka si kena i tokë. Si kur e kam deklaruar, jo i herë, po 30 herë në media tuja, në gjitha mediat, si ne jena me letra e me tëna të regullta me përqes gjysore me dhe zanë. I bajmë thire 2 institucione si në ka në ndurë. I bajmë institucionit Spakut, i bajmë institucionit gjykata si mos të shqitën gjykatat me na morë këtë popullin qa. Edhe t'ju peshini vetë punën, se si ashtë në këtë po e 18 ditë, ku doli kjo prone Fatmir Shpellësi, bashkë me bashkimullën, por shteti është kanë me shtetin, dhe kjo do t'jetë prapë me shtetin. Ato letra si set në bërë TikTok e në bërë Facebook, ka mos da që ka me marrë me i qotë shpia, vetë me këshyrë, mos i ka bon gabim kajtë. Dhe një thire i bajnë popullit Velipojës. E hanë me mraban, në qërë se munen të bojkotojnë shkollat për këtë qështje, jo me për usmitin këtë rëmuj, me majë smija siklet e daulet të në ka policia më nështjezore. I bajë thire shështore këti popull këtë në vëzë të bojkotojnë shkollën, 3 shkollës janë Velipojë. E mesme në sektor, se këtë 2 shkolla ka Velipoja. Pavarësisht se për këtë çështje, vijojnë të zhvillohen seanca gjyqësore ende nuk ka një vendim për të dhënë një zgjidhje për banorët e Baksariolit.